Mirë mërëma, kujt prej jush i ka rënë rasti që të shohi numrin 1111 në orë ose diku të shkruar, pra numri 1111. Sa herë ju ka rënë rasti? E dini se çfarë do të thotë? Tani po ja u tregoj. Kush është rastësisht, në qoftë se nuk e ka bërë ende, do t'i lutesh aty bëj like faqes si shihemi sërish dhe ju falemnderit gjithmonë, falemnderit që jemi për herë këtu bashkë dhe vazhdoni që të komentoni, sepse nëse e keni vënë re komentet, bëjnë që të arrim më shpejt në pranë së vërtetës. E keni vënë re që kur ka më shumë komentues, kuptojmë të vërtetën, kuptojmë thelbin. Pra ky është le të themi thelbi i këtyre diskutimeve që bëjmë, që të arrim më pranë së vërtetës. Do t'ju them disa gjëra të shpejta. E para, a e dini që në të gjithin din, por edhe në kin, njerëzit zakonisht çiftet e rinj mundohen që të martohen pikërisht kur që të bëj ora 11:11, bile bëj fest, nëse është 11:11. Po pse? Ose disa thonë që kur sheh 11:11 diçka do të ndodhë. A është e vërtet? Okej. Duhet të dini që nga lashtësia, numri 11 është le të themi ai që, sepse kompletimi është numri 12, por 11-a është thelbësor, sepse 11 janë të gjithë ata që përbëjnë materien, ashtu siç edhe ose më mirë apostolët, që quhen kështu sepse i 12 është ai që i kompleton. E njëjta gjë me zodiakët. Zodiaku, një nga zodiakët nuk shihet sepse është pas diellit, pra është gjithmonë i ruajtur nga dielli, si Zeniti me Nadirin që ju kam treguar. Pra Zenit është sipër dhe Nadir është e kundërta që ne nuk e shohim. Dhe e njëjta gjë me këtë, pra 11-a është tepër e rëndësishme, ka qenë tepër e rëndësishme në lashtësi. Dhe deri në si thonë Middle Age, Medioevo, në mesjet. Mirë po, me kalimin e kohës, 11-a u bë tepër e rëndësishme sepse dikush foli për 11-ën. Po, bile duhet të dini që 11-11-a, sot për shembull, nëse futeni në internet, ka mbi 200 milion klikime. 200 milion, faqe. Me një fjalë 200 milion faqe, flasim për numrin 11-11. 200 milion faqe. Pra për një argument, që është 11-11-a. Dhe shumë njerëz mendojnë se nuk është asgjë. Por në numerologji, 11-11-a është tepër e rëndësishme. Sepse 11-11-a e para një që është nga numërët primi, që duhet ta njihni këtë, por njëkohësisht numri 11-11, bile edhe 111-a, është thelbësor, sepse tregohet që është njëshi, pra nga aty ngacmohet materia, ose ngacmohet mendimi kolektiv, ose fusha magnetike. Në fakt, tregohet që në momentet që shfaqet ky numër, pra 11-11-a, së pari është një sinjal. Sinjalizoni që diçka do të ndodhë. Mund të ndodhë edhe për keq, por zakonisht 90% ndodh diçka e mirë, pra diçka pozitive. Mirë po, shumë njerëz nëse nuk e kultivojnë atë, sepse çdo gjë është mendim. E kemi thënë 10 raje. Çdo gjë është mendim dhe vibrim. Pra, në qoftë se një njeri e anashkalon dhe nuk e mendon këtë, që pash numrin për shembull 11-11, po pak më intereson. I ulet vibrimi, sepse në gjuhën psikologjike, numri 11-11 është, siç u thash, jo vetëm sinjal, por është edhe inkurajues. Çdo të thotë inkurajues. Ti, në qoftë se nuk e do diçka, mbani mend që kemi folur The Great Secret, sekreti i madh. Në qoftë se ti nuk e dëshiron diçka, nuk të vjen. Por ti në qoftë se e dëshiron atë, vin nga mendimi i thellë, lind. Pra lind pikërisht pra nga mendimi. Edhe në gjuhën shkencore kjo është e vërtet, teoria e stringëve. Edhe pse nuk pranohet shkencërisht, por është e vërtet.
Pra, stringet, ose teoria e stringve, këtë thotë, që ti, në qoftë se ti dëshiron të lëviz diçka, ose si e dëshiron ti ashtu ndodh. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me 11-11-ën, që kur vjen sinjali që ti e sheh, në qoftë se ti nuk e kultivon atë mendim, bie, rrëzohet. Bile mund të shuhet, dhe ndoshta nuk kthehet. Pra, numri 11-11, përveç se sinjalizues, është edhe frymëzues. Dhe shumë pak janë ata që frymëzohen nga ky eveniment. Pse quhet eveniment? E thjeshtë. Quhet eveniment sepse ne kemi disa faza të jetës. Dhe tani do t'ju tregoj një diçka që pa dyshim do më thoni po është e vërtet. Ju ka rënë rasti që është një periudhë, momenti, ose kohe, ose ditësh, që ndodh diçka. Dhe në qoftë se është në mënyrë pozitive, ty do të ndodhi për disa ditë. Ti nuk bën asgjë. Asgjë. Dhe të vinë gjërat kështu, ti mjaft që ta hapësh gojen. Virin i re. Jo mos të lëvizësh, sepse ti nëse nuk lëviz nuk asgjë, askush nuk të troket. Rrallësh që trokasin. Por ti në momentin që ti flet, ti lëviz, qoftë edhe pak, qoftë edhe me një fjalë. Do shikosh që ato vinë. Pse kjo? Sepse në radhë të parë është momenti yt, pra nga kjo datë deri në këtë datë. Dhe e dyta, që është akoma më e rëndësishme, në qoftë se ti nuk e kultivon atë kohë, nuk të vjen asgjë. Pra në qoftë se ti nuk e kultivon, për shembull që thua, ok, do kërkoj punë, për shembull nëse se dikush ka mungesë pune. Në qoftë se ti nuk e kërkon, nuk merr telefon, kush të vjen? Thash, rrallë janë që ndodhin nga ana tjetër, por duhet të jesh ti ai që ta kultivosh mirësinë. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me 11-11-ën. Ti nëse nuk e kultivon 11-ën nga një moment, për gjëra të mira po flas, ti ta kultivosh me mendimin pozitiv, sepse duke tërhequr pozitivitetin, vijnë gjërat vetvetiu. Pra ti mundohesh që ta therrasësh atë dëshirë që ti do. Dhe në momentin thash që arrin, ty të erdhi sinjali. Erdhi sinjali që nga një moment do ketë një ndryshim. E garantuar që është një ndryshim. Verifikojeni. E kam verifikuar vetë personalisht. Nga një moment vinë ndryshime. Dhe do t'ju them diçka, një sekretimin. Kur shoh 11-11-ën, shpesh më merr frika. Do t'ju them se përse. Jo frikë sepse kush e di se si. Unë gjithmonë ka patur ndryshimet drastike në jetën time. Por i kam vendosur, sepse i kam dashur. Për shembull, mos i citoj ato, por në çdo moment që kam ndryshuar rrugën, që të bëj diçka më tej ose të fokusohem në diçka, e kam bërë thash me ndërgjegje. Por e kam dashur, sepse pa dashuri nuk bëhet asgjë. Kështu që në momentin që vjen 11-11-a, që e shef, ndaj më vjen sepse them, jo, jam mirë tani. Jam mirë se punën e kam. Shokët ju kam, kështu që ndajmë këto diskutime për ditë, jam mirë kështu. Familjen e kam dhe s'dua të bëj gjë tjetër. Pra duhet jemi qetë. Dhe e shikon jetën në mënyrë, si mund ta them, ndoshta është mosha, nuk e di, sepse vjen një moshë ndoshta që thua jam i qetë tani, nuk më intereson të bëj ç'të duan. Shaka, nejse. Por po thosha, në momentin që arrin sinjali i 11-11-ës, je i detyruar që ta kultivosh diçka. Sepse thash, është mirë që të kultivosh gjëra të mira, të kultivosh mendimet e tua, idetë e tua, të kërkosh të mbjellësh nëse është momenti, ose të korrësh nëse është momenti. Pra për sukseset po flas. Kështu që 11-11-a është i rëndësishëm. Bile do t'ju them, në Amerikën Latine përdorin 11-11-ën, jo vetëm për si që përdorin në Indi, po e përdorin ndryshe. Bëjnë llogari ditët e javës, datën e lindjes, që të dali 11, ose të dali 1, ose të dali 111. Pra,
ose 1, ose 11, ose 111. Okay? Dhe kjo bëhet duke llogaritur datën e linjës, për shembull, 6, që është data 6 e muajit 5, 65 doli 11, për shembull, e vitit, për shembull 2025, ti bën llogari, po që në fund të dali, me fjalë me mbledhjen që bën, në fund të dali ose 1, ose 11, ose 111. Dhe çfarë bëjnë? Për shembull, datën 1 ose datën 11 e përdorin për një takim ose për të marrë një vendim, kurse datën 111 e ndajnë. E ndajnë, për shembull, që nëse data është 111, sa i bie gjysma? 50 sa i bie? Nuk do të bëj llogari tani, por e ndajnë. Dhe në momenti që e ndajnë, bëjnë llogaritjen deri në fund që të dali ose 1 ose 11, sërish. Pra, ora 11-11, ose numri më mirë, jo ora, 11-11, pikërisht pra përcakton një ndryshim, por ndryshim që vjen direkt nga secili prej nesh, sepse ai që vjen është një sinjal, pra 11-11, ose veç 11, është një sinjal që tregon ndryshim, ose që tregon nga ky moment do të ketë një mund të zgjedhësh një jetën tënde. Dhe duhet jesh ti pastaj që të kultivosh atë mendim që ai mendim të eci përpara. Kështu që nëse e keni vënë re, do dëshiroja të më thoshit, nëse është e mundur, nëse e keni vënë re dhe sa herë keni vënë re numrin 11-11. Pres komentet tuaja dhe nëse harrova, se padyshim harrova disa pika që kisha menduar, por nëse harrova diçka, le ti diskutojmë këtu sepse mund të shkoj edhe me komente. Kështu që pres çfarë do thoni ju, do t'ju lexoj. Mbani mend kur vjen 11-11, bëuni gati. Dhe kultivojeni, për mirë sidoqoftë, gjithmonë. Se ashtu dua për të gjithë ju. Ju përqafoj dhe natën e mirë.